Një trup e posaçme e forcës së ndërhyrjes së shpejtë dhe repartit Renea ka marrë në ruajtje 24 orë në 24 Ilir Selmanin, një nga të dyshuarit për vrasjen e ish policit Santiago Malco, pas lirimit të tij nga paraburgimi me vendim të gjykatës së apelit të posaçëm. Masat e shtuara të sigurisë janë kërkuar nga struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për shkak të dyshimeve se ekziston rreziku një aratisjeje të mundshme. Aktualisht, Selmani ndodhet në masën e sigurisë arrest në shtëpi, ndërsa efektiv të Reneas dhe FNSH-s kanë marrë përsipër mbikëqyrjen e tij të pandërprer. Ilir Selmani u lirua më 19 qershor 2026 pasi apeli i gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar vlerësoi se kishte përfunduar afati maksimal ligjor i paraburgimit gjatë zhvillimit të procesit gjyqësor. Pavarësisht lirimit, ai vijon të jetë nën hetim dhe pret vendimin përfundimtar të gjykatës. Në shkallën e parë, Selmani është dënuar me 26 vite burg, i akuzuar për vrasje të kryer në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Sipas akuzës, ai është një nga personat e përfshirë në ekzekutimin e Santiago Malcos, ngjarje ndodhur në gusht të vitit 2019 në Tiranë. Burime pranë hetimit bëjnë me dije se nëse apeli lë në fuqi vendimin e shkallës së parë, Selmani do të rikthehet sërish në burg, pikërisht për të garantuar zbatimin e vendimit dhe për të shmangur çdo tentativë largimi. Autoritetet kanë vendosur një regjim të fortë sigurie. Ndërkohë, Ilir Selmani përballet dhe me një procedim tjetër penal nga prokuroria e Elbasanit. Ai akuzohet për futjen e sendeve të palejuara në institucionin e vuajtjes së dënimit, pasi gjatë një kontrolli të kryer nga shërbimi i kontrollit të brendshëm të burgjeve, në qelin e tij u gjet një aparat telefonik.